kujtojmë kohën e pandemisë, ne kemi gjetë kohë, vullnet, guxim, hapësirë për me shkarku një qeveri fiks në kohë të pandemisë, kur gjitha vendet kujtojmë janë ballafaqur me mundësinë e sigurimit të vaksinave, na kemi marrë seanca kush e kujton, qysh me rrëzu një qeveri edhe me kriju një qeveri tjetër. Na jemi po këta njerëz. Këta njerëz një pjesë e tyre prapë sot janë në Parlamentin e Republikës Kosovës. Janë po këto parti politike që për inatët e tyre personale në kohë të pandemisë kanë gjetë vullnetin edhe guximin që me shkarku një qeveri edhe me ndërru një kryeministër. Nuk e di arsyen edhe vullnetin e tyre ka ju ka ardha ajo dëshirë dhe ajo vetdije politike me bë diçka tillë. Na jemi të njëjtit që në këtë situatë ku gjithë geopolitika nuk po është vështirë e parashikueshme për rezultatet e tyre, na krijojmë kësi situata. Na nuk e kemi ngërçen institucional, procedural, ligjor, kushtetues, na e kemi politik. Une pajtohna me përgjithësinë që ka lëvizja vetëvendose sepse fundja ka dalë para në procesin zgjedhor të datës 9 shkurt. Edhe njëjta dohet me i pri procesit përpara në frymën e zgjidhjes dhe në frymën e konstruimit të institucionit, jo në frymën e bllokimit, duke dashur me shfrytëzuar një të drejtë që e jep kushtetuta e ajo me shfrytëzuar në raport me palë tjera, mirë po të e shfrytëzuar në frymën e bllokatës. Kjo është definitivisht e pafalshme dhe unë po besoj që edhe ata që po e bojnë diçka tillë duhet me pas parasysh disa grupe politike e që janë sot kundërshtar të lëvizjes vetëvendosje, mos të harrojmë që kanë pasur suksese, i kanë pasur edhe gabimet e tyre